falsifikoi viza hyrëse për në Shqipëri dhe i shiste ato për 1.000 euro, arrestohet në Tiranë 22 vjeçari. Seksioni për hetimin e krimeve ekonomike e financiare në Drejtorinë Vendore të Policisë së Tiranës ka finalizuar me sukses operacionin policor të koduar itinerari, duke goditur një aktivitet të paligjshëm që përfshinte falsifikimin dhe shitjen e vizave hyrëse në Shqipëri. Si rezultati i hetimeve disa javore dhe punës së koordinuar me Prokurorinë e Tiranës, u arrestua në flagrant shtetasi atë, 22 vjeç, lindur në bregun e Fildisht dhe banues në Paskuqan, i dyshuar si organizatori kryesor i këtij aktiviteti kriminal. Sipas hetimeve atë, në bashkëpunim me 2 persona të tjerë, shtetasi në zë 22 vjeç, po ashtu nga bregu i Fildisht dhe banues në Paskuqan, si dhe shtetasin shqiptar AR, 46 vjeç, banues në Shkodër, kishin ngritur një skem falsifikimi të vizave hyrëse në Shqipëri, të cilat më pas u ashiste migrantëve nga vendet e treta kundrejt shumës prej 1.000 euro për dokument. Gjatë periudhës hetimore janë dokumentuar 7 raste të kësaj veprimtarie, ndërsa hetimet vijojnë për të zbuluar nëse ka persona të tjerë të përfshirë apo raste të tjera të ngjashme. 2 bashkëpunëtorët janë proceduar penalisht në gjendje të lirë, ndërkohë që materialet për veprime të mëtejshme janë referuar Prokurorisë së Tiranës.